pari urojmë që situata në lindjen e mesme të rregullohet sa më parë, që mos ketë më viktima jo vetëm në lindjen e mesme, por kërkun në botë. Kjo është primare, ndërkaq që pjesa e dytë është një shqetësim që na shqetëson të gjitha bizneset, po edhe qytetarëve, sepse ka të bëjë për rregullim të ekonomisë globale. Sigurisht që derivatet e naftës, përkatësisht nafta, është produkti bazë për operimin në sektorin e transportit publik të udhëtarëve dhe ka një impakt të drejtë për drejtë edhe në formimin e çmimeve. Ne si kompani jemi në muajin mars në 30 vjetorin e kompanisë tonë, pra të punës me autobus në turizëm, dhe në këtë 30 vjetor ne nuk kemi ngritje të çmimeve, përkundrazi kemi zbritje deri në 30% për biletat e cilat blehen online në sistemin tonë të rezervimeve. Ndërkohë, unë po du me besu që kjo luftë atje të përfundoj sa më parë dhe ne mos kemi nevojë për ngritje të çmimeve. Thënë shkurt, Shark Travel gjatë muajit mars nuk ka asnjë lloj planifikimi për ngritje të çmimeve. Përkundrazi, ftoj qytetarët e Kosovës që të bëjnë rezervimet e tyre në Shark Travel, qoftë për udhëtime drejt Zvicrës, Zvicër-Kosovë, Kosovë-Zvicër. Kemi 2 linja të rregullta në bazë ditore për Tiranë dhe Durrës. Kemi operimet tona që operojnë për Selanik. Të gjitha këto rezervime ata mund t'i bëjnë me zbritje deri në 30% për blerjet online. Pra, gjatë muajit mars, ne nuk e kemi në plan të ngrisim çmimin, do t'jemi me qytetarët, ta përballojmë këtë krizë, themi, të paktën për një muaj t'jem me xhepin e qytetarit, se ne i dim kushtet dhe pagesat e tyre që marrin në Kosovë, pagat e tyre, prandaj do të përballojmë këtë sfidë. Në ndërkohë, gjatë muajit prill do të shohim rrjedhën se si do të shkojnë ngritja apo zbritja e çmimit të naftës dhe në bazë të asaj ne do të veprojmë. Pra, të paktën për një muaj ne kemi garantuar dhe do t'i garantojmë qytetarëve që nuk do të ketë rritje të biletave në asnjë destinacion turistik me Shark Travel. Shqiptari, ne realisht Kosova në përgjithësi operon me çmime ekonomike, me çmime shumë të lira në sektorin e transportit. Jemi ndër vendet që kemi çmimet e biletave më të lira, pra udhëtohet Kosovë-Zvicër me vetëm 100 frank bilet, një drejtim që ku janë mbi 2100 kilometra. Pra, nëse dikush udhëton nga Prizreni deri në Gjenevë, ka mbi 2100 apo 200 kilometra dhe paguhen vetëm 100 frank. Në asnjë vend të botës nuk është ky çmim i lirë. Çmimet tona variojnë që nga viti 2015, ku ne kemi filluar dhe operimet tona për Zvicër, nuk e kemi pas asnjëherë asnjë lloj ngritje të çmimit të biletave. Pa marrë parasysh që ne vetëm këtë vit po flitet për 6.5% inflacion dhe gjatë viteve të fundit ka pas inflacion të vazhdueshëm, por çmimet e biletave janë të njëjta. Këto operime thuajnë janë të njëjta edhe për linjat në turizëm, siç janë Durrësi, Shëngjini, Velipoja, Ulqini, janë bileta jashtëzakonisht ekonomike, janë bileta të lira, ku këto nuk kanë ndonjë impakt në buxhetin e qytetarëve apo turistëve apo shuzët të cilët dëshirojnë të udhtojnë drejt vendeve bregdetare, sidomos në këtë fillim të pranverës, ku ne kemi një temperaturë më të ulët në Prishtinë, ndërkaq fundjava në Durrës ishte mbi 18 gradë, Shëngjini, Saranda dhe Vlora, ku gjithandej Shark Travel ishte me plot apo me qindra pushues, dhe kjo ka mundësuar që shqiptarët e Kosovës me çmime ekonomike të vizitojnë edhe Bregdetin e Durrësit, edhe Shëngjinin, Vlorën, deri në Sarandë, Ksamel e Ulqin. Pra, këtë atmosferë të mirë të udhëtimeve që ne filluam me hapjen e sezonës verore, nuk duam të prishim me ngritjen e çmimeve, sepse kemi një fillim jashtëzakonisht mirë, ku këtë vit 80% e rezervimeve deri tash vijnë për pushimet verore në Shqipëri. Gjithashtu kemi pushimin pranveror të fëmijëve dhe dëshirojmë që mësuesit, prindrit, profesorët dhe gjithë stafi tjetër teknik të mund të shfrytëzojë këto çmime dhe këto oferta të lira për fundjavat në Shqipëri. Ne ashtu jemi në këtë 30 vjetor, jemi me oferta ekonomike dhe nuk do të ketë asnjë ndikim ngritja e çmimit të derivateve të naftës në ngritjen e çmimit të udhëtimeve apo paketave turistike për Bregdetin shqiptar. Pra, është ajo përshtypja e qytetarëve të Prishtinës, sidomos po gjithë Kosovës,
që Shark Travel përveç se ofron komoditet dhe siguri të lartë në udhëtim, me autobuset super komod të standard 06, ofron edhe paketa turistike, ekonomike, për fundjavat të cilat janë më së domosdoshme për këtë pranverë, për të marrë rrezet e para të diellit, për të marrë sasinë e nevojshme të jodit, për të relaksuar, sepse po dalim nga stina e dimrit, kur shumë qytetarë patën edhe shpenzime, qofshin ato të ngritjes energjisë elektrike, dhe shpenzime tjera operative, thuaj se pas përfundimit të sezonit së dimrit, tash po fillojmë sezon verës dhe duam ta mbajmë me krenari këtë çmim dhe këtë komoditet dhe këtë siguri totale pa ngritje të çmimit të biletave dhe të paketave turistike.